Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Kemi rritë tema 12 cilën e sjell autori, Allahu rujt, dhe që emërta thot al-mawa'idhu hayatul qulub. Këshillat janë jetë për zemrat. Dhe në këtë temë i sjell disa hadithe për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hadithi i parë është hadithi që transmetohet te Abu Daudi dhe Tirmidhiu prej Irbad ibn Sariya radhiyallahu anhu, i cili tregon thot një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na e fali namazin dhe pas namazit u kthye nga ne dhe na këshilloi me një këshill të fuqishme. Sa që thot na lotuan syt edhe i kapi zemrat tona frikë e madhe. Edhe njëri prej neve i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, o i dërguari i Allahut, sikur të ishte kjo një këshill lam të mirëse. Atëherë çfarë po na porosit? Pra, ai që domthon ndahet për tjerëve, ja jep lam të mirën, ja vëllani porosin në amanet. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, usikum bi taqwallahi wa sam'i wa ta'a, wa in 'abdan habashiyyan. Ju porosis ta keni frikë Allahun dhe të dëgjani dhe të bideni udhëheqësit. Edhe nëse keni udhëheqës një rob të Etiopisë. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathiran. Nga se kushdo prej jush që jeton pas meje do të shoh përçarje dhe mospajtime të shumta në mesin e muslimanëve. Fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i al-mahdiyyin ar-rashidin. Prandaj thot, kur ndodhin këto përçarje, edhe këto kundërshtime të shumta, kapuni për sunetin tim dhe sunetin e halifeve që janë të udhëzuar dhe ju udhëzojnë të tjerët. Tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid. Kapuni thot pas këtij suneti dhe shtrëngojeni fort me dhëmball. Pra mos e lëshoni. Wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala. Prandaj thot keni kujdes prej risive në fe. Ka se çdo gjë e re në fe, çdo rizi është bidat. Dhe çdo bidat është humbje. Po ashtu Abu Wail transmeton për Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu anhu, thotë se ai shpesh ose realisht thotë na këshillon te çdo të ajte. Edhe njëri prej nesh i tha, o Abu Abdurrahman, pasi që në kunja e Abdullah ibn Mas'udit, thotë kisha pas dëshirë që më na këshillu, më ndalën kësaj këshilla çdo ditë. Alhamdulillah. Mirë, po Abdullah ibn Mas'udi tha, asgjë nuk më pengon që t'ju këshilloj juve çdo ditë përveç faktit që friksohem ose nuk e pëlqej që t'ju lodh, t'ju mërzis. Ka sa do të kështu ka vepruar dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me neve, me sahabëve. Po që ai nuk na këshillonte çdo ditë, mirë po, pra në ditë të caktuara, nganjëherë, nga se ka pas frikë që mos po na kap lodhja edhe mërzia për këtyre këshillave të shpeshta. Hadithi transmetohet te Buhariu dhe Muslimi. Po ashtu Jabir ibn Samura radhiyallahu anhu transmeton thot, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yutilu al-maw'idha yawm al-jum'a. I dërguari Allah në ditën e xumës nuk e zgjas të hutbën shumë edhe këshillat. Inna ma hunna kalimatun yasirat. Ato ishin vetëm disa fjalë të pakta. Po kështu kanë qenë këshillat dhe hutbët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dërsa Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu tregon thot, isha prezant për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me falë namazin e Bajramit. Thotë spari filloi me namaz, pastaj na mbajti hutbën, para falë namazin pa ezan edhe pa ikamet. Pastaj thot u ngrit, pra falë namazin para hutbës. Thot pastaj u ngrit duke u mbështetur te Bilali, edhe na urdhoi që me pas frikë Allahun dhe na nxiti që pra më u bind Allahut, më ushtru sa më shumë Allah subhanahu wa taala, dhe i këshilloi njerëz me këshilla edhe me kujtime ndryshme. Pastaj thot shkoi te pjesa ku ishin gratë. Edhe ato i këshilloi dhe i kujtoi pra me këshilla ndryshme. Edhe tha, tasaddaqna fa inna akthara kunna hatabu jahannam. Jepni sa më shumë sadaka, ju ka thonë grave, nga se shumica e juve pra janë banor zjarri i xhehenamit. Shumica e këtu hadith përmendet hatabu jahannam, lënë djegse të xhehenamit. Thotë një grua në mesin e grave, i cila kishte pra mollzat e fytyrës i kishte të zeza, po që ju kanë zi për shkak punëve të kështu me radhë,
ju dërgua pejgamberi sa më tha pse ju dërguar Allah, pse ne gratë me qenë pra shumica prej nesh në zjarr. Atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë li an kunna tukthirna ash-shakata wa takfurna al-ashir. Ka se jo thot ankoheni shumë. Edhe e mohoni mirësjelljen e burrit ndaj jush. Po mirësinë që ja bën burri e mohoni. Pastaj thot kur i dëgjuan këto fjalë ato gratë filluan me dhon sadaka prej stolive që i kishin. Ndërsa thot po i hidhnin në atë rrobën që kishte Bilali me vete, tha i hidhnin vathet e tyre dhe munazat e kështu me radhë pistolive që i kishin. Edhe ky hadith transmetohet te Buhariu dhe Muslimi. Po gjitha këto hadithe dhe tjera që kanë ndonjë ngjashme me këto, atë që janë të shumta në sunetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tregojnë për pozitën e lartë që ka këshilla. Po këshillimi apo këshilla në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Po dobinë e madhe dhe ndikimin e fortë që ka në zemra. Po që këto këshilla sjellin frikë, po dro në zemrat e njerëzve, i kthejnë këto zemra ka Allahu subhanahu wa taala. Dhe këto hadithe pra na tregojnë që me zhliset, tubimet pra ndajat e këshillave, vërtet në to është jeta e zemra dhe në këto tubime dhe këto neja zgjohen zemrat e njerëzve. Për këtë arsye Handala el-Usejidi radiallahu anhu ka qenë prej atyre që e kanë shkru po Kur'anin, për i shkruesve në kohën e pejgamberit që e kanë shkru shpalljen. Thotë në ditë ka taku Abu Bekrin, edhe ka pyetur Abu Bekrin se e Handala. Ka thonë Handala përgjigj ka thonë kumra një fak, në hipokrizi, më bëj hipokrit. Edhe Abu Bekri u shqipit ka thonë subhanallahu, çfarë do të thonë? Atëherë thotë që e ka arsyetu, pra se ka shpjegu qëndrimin e tij. Thotë kur po jemi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur po na përmend zjarrin e xhenemit, po na përmend xhenetin, po aq shumë po ndikohemi, aq shumë po na friksohen për zemrat, ose po na përmallohen për xhenet, po na pastrohen zemrat me këto këshilla, saqë sikur po i shohim xhenetin edhe xhenemin me syt ton. Mirë, po kur po dalim pe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, po shkojna po te gratë tona, te fëmijët tonë, po lujna me ta, po qeshëm me gra, me fëmijë kështu më radhë, gjithashtu edhe kur po kthehemi te profesionet tona, te zanati kështu më radhë, te tregtia, pi harrojna shumicën e këtyre këshillave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë Abu Bekri thot, pasha Allahun e dhonë, po më ndodhe njëjta gjë. Prandaj kanë shku, pra thot shkova bashkë me Abu Bekrin te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po kanë shku me pyet pejgamberin sa është kjo nifak, është kjo hipokrizi. Ka sa ata kanë konsideruar si lloj hipokrizisë. Në një domthon kohë po janë me iman shumë ngritur, ndërsa pjesën tjetër po bjen iman ose pi harrojnë këto këshilla, kështu që kanë menduar se kjo është një lloj hipokrizie. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra ja kanë thonë të njëjtat fjalë. Edhe pejgamberi sallallahu pra ka kërkuar të njëjtin sqarim, pse po mendoni se keni bën nifak. Pra edhe te Abu Bekri. Edhe ja kanë treguar pra arsyen. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Walladhi nafsi bi yadihi", pasha dorën e cilët do shpirtim. "In law tadumuna ala ma takununa indi wa fi dhikri la safahtukum al malaikatu ala furushikum wa fi turuqikum." Thotë sikur ju dhe vazhdonit në agjendje të imanit, pra pastërti zemrat, qysh jeni kur prezentoni në mezhliset e mia, dhe kur e përmendni Allahun, po kur të përmendet Allahun në këto mezhlisën këtu neja, sikur ju të ishit një të gjendje edhe kur të dilni prej mia ose kur të largoheshet prej mia, melekët Allah subhanahu wa taala do të zbresnin edhe do t'ju përshëndesnin me selam dhe do t'ju dhanin dorën në shtretërit e juaj, pra aty ku jeni duke qëndruar në shtëpi edhe në rrugë. Mirë po thotë lakin ja Handala sa'atan wa sa'a. Mirë po ja Handala ka thonë një orë kështu, një orë ashtu. Po kjo është prej tolerancës edhe lehtësisë që ka sjellë Islami. Dhe to ka parasysh për jasëm 3 herë. Sa'atan wa sa'a. Ka një herë po njeriu është e ka një kondom të caktuar ku e përmend Allahun, e bën dhikr Allahun, adhuron Allahun. Në orë tjetër po do të më marr me punë e kësaj dunjaje, do me familje, me tregti kështu më radh. Edhe domthon nuk ka këto kur gjë ndalesë, pra Islami ka lejuar që njeriu më marr me çështje që janë mubahat, po që janë të lejuara. Edhe domthon me çështje pa pra me tregti, me biznes ose me domthon me pas gjithashtu ato momente kur i kalon me familjen e tij, domthon kur qesh me gruan edhe me fëmijët e tij, pra Islami ka bërë bashkë mes domthon pasrimit shpirtëror, po gjithashtu domthon e ka lejuar njeriu që edhe çështja që janë mubahat lejuar pra mu marr me to. Sidoqoftë pra, për kësaj për shohim
gjitha këtyre hadithe që i përmenu më lart, që zemrat në nejat edhe mexhliset e këshillave edhe kujtimeve lvizin edhe në to, pra shkaktohet ose bëhet, pra lvizin edhe shkaktohet friga, fërgëllimi, shpresa në Allah subhanahu wa taala, droja prej tij e kështu me radhë, për shkak ndikimit të fortë që ka këshilla në këto zemra, nga se gjatë këtyre këshillave, po gjithmonë përmenden këshilla që janë në Kur'an ose në udhëzimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye, po këshilluesi më i madh për zemrat është libri i Allahut subhanahu wa taala. Kështu që ne do të sa më shumë me ju kthy librit të Allahut, me lezu, me meditim, me përsiatje që me përfitu pikë këshillave që përmend Kur'an. Allah subhanahu wa taala thon surën Al Imran: "Hada bayanun lin-nas wa hudan wa maw'izatun lil-muttaqin." Këto ajete që janë Kur'an, ose ky Kur'an është sqarim për njerëz. Sqarues, po jo sqaron çështjet e fesë njerëzve. Mirë, po gjithashtu është udhërrëfys dhe këshill për të devotshmit. Ndërsa surën Yunus, Allah subhanahu wa taala thotë: "Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin." O ju njerëz, ju ka ardhur këshill prej Zotit juaj. Edhe që është shërim për smundjet e zemrave. Po gjithashtu është udhërrëfys dhe mëshirë për besimtarët. Ndërsa në surën Hud, Allah thotë: "Wa ja'aka fi hadhihi al-haqqu wa maw'izatun wa dhikra lil mu'minin." Në këtë sure, po surën Hud, ty të ka ardhur vërteta dhe në të ka këshill dhe kujtesë për besimtarët. Ndërsa surën Nur, Allah thotë: "Wa laqad anzalna ilaykum ayatin mubayyinat wa mathalan min alladhina khalu min qablikum wa maw'izatan lil muttaqin." Të vërtetë ne kemi zbritë te ju ajete sqaruese. Po shpallja ajete që sqarojnë, pra fenë Allah subhanahu wa taala, sqarojnë vërtetën. Çdo gjë që ka nevojë njeriu për me ditë për Allahun, për fenë Allahut, Allah ka zbritur Kur'an. Mirë, po gjithashtu në këto ajete kemi zbritur edhe shembuj për popujt që kanë kaluar para jush. Edhe në këtë Kur'an ose në këto ajete ka këshill për të devotshmit. Pra Allah subhanahu wa taala po tregon se Kur'anin e ka bërë shërim për zemrat e njerëzve. Dhe gjithashtu është udhërrëfys dhe mëshirë për besimtarët. Nga se në këtë Kur'an pra ka urtësi, ka këshilla të bukura, pa këshilla në cilat Allah subhanahu wa taala inkurajon ose dekurajon njerëzit, pa këshilla në cilat e largon pra dëshirën e njeriut për jetën e kësaj bote, pa bën që njeriu me pas zot, me hesh dorë për jetën e kësaj bote, mos me laku jetën e kësaj bote, me pas asketizëm, pa ashtu e nxisin njeriu pra që ju kthy botës tjetër. Gjithashtu këto këshilla që e pa më lart të ajeteve ka shembuj dhe histori që Allah subhanahu wa taala sjell në të cilat ka mësime edhe njohuri të ndryshme. Prandaj zemra e njeriu kur i dëgjon gjitha këto këshilla të bukura që Allah subhanahu wa taala i ka zbritur në Kur'an me gjitha këto dobi edhe përfitime, patjetër që kjo zemër po ka më dëshiruar Allahun, ka më dëshiruar botën tjetër, edhe ka më kthy ka Allah dhe ka botën tjetër, mirë po hisja e zemrës në këtë dëshirë, në këtë kënd ka Allah është aq sa ka hise në përfitime për këtyre këshillave që Allah subhanahu wa taala i ka përmendur se i ka zbritur në Kur'an. Po sa më shumë që njeriu po i lexon këto këshilla, përfiton prej tyre aq më shumë, pra i shtohet edhe dëshira e tij për botën tjetër. Prandaj atë që Allah subhanahu wa taala ka inspiruar, edhe ka dhënë sukses që me përfitu në mënyrën më të mirë për këshillave të Kuranit, i tillë ka fituar hajrate, mirësi dhe bekime të shumta. Allah subhanahu wa taala thon surën Nisa: "Walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khayran lahum wa shadda tathbita." Sikur ata të vepronin me atë që këshillohen, po me këshilla që Allah i zbrat këtë Kur'an, sikur njerëz të vepronin me këto këshilla, atëherë kjo do të ishte më mirë për ta dhe do të ishte më e fortë për imanin e tyre, do të forconte më shumë imanin e tyre. Pastaj thot: "Wa idha la'ataynahum min ladunna ajran 'azima." Edhe gjithsesi ne do t'ju japnim atyre shpërblim të madh. "Wa lahadaynahum siratan mustaqima." Dhe do t'u udhëzonim në rrugën e drejtë. Djetari i madh, djetari i Nur Abdulrahman Saidi, Allahu mëshiroft, kur flet për këtë ajet, thot Allahu subhanahu wa taala si rezultat i të vepruarit me këshilla që Allah i ka zbritur Allahu në Kur'an, i sjell 4 gjëra. Po këto ajete që lexuam në surën Nisa. E para thot mirësinë. Allah thot lekane khayran lahum, do të ishte më mirë për ta. Pra ata do të ishin prej besimtarëve zgjedhur, besimtarëve të mirë të Allahut subhanahu wa taala, po pe atyre që i kanë atributet dhe karakteristikat e besimtarëve të mirë dhe devotshëm, që janë zgjedhur te Allahu subhanahu wa taala. Po cilët veprojnë me
atë mirën që e ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala. Dhe njëkohësisht pra fakti që Allahu subhanahu wa taala pohon këtë gjë për ta, këtë cilësi, këtë tipar, pra që ata do të ishte më mirë për ta, po do të ishin besimtar më të mirë, kjo kërkon patjetër edhe të kundërt në kësaj, pra që prej tyre do të largoheshin cilësitë e njerëzve të këqij, ose njerëzve të shllurë dhe devijuar. Po përderisa Allah pohon për ta që do të ishin besimtarë të mirë dhe devotshëm, atëherë te ta nuk do të ekzistonin pra cilësitë ose tiparet, karakteristikat e njerëzve të këqij. Rezultati i dytë është se Allah po thotë që te ta pastaj ata do të arrinin qëndrueshmëri dhe stabilitet në fe, në imanin e tyre. Madje Allah do t'ia shtonte edhe më shumë këtë qëndrueshmëri dhe stabilitet, do t'i forconte në rrugën edhe në fenë e tij. Nga se Allah subhanahu wa taala i forcon besimtarët për shkak se ata kanë punuar me gjërat që i kërkon imani i tyre, që i kërkon besimi i tyre. E për gjërat që i kërkon imani është pra me punu edhe mi zbatu këshilla që Allah subhanahu wa taala i ka zbrinë këtë Kur'an. Kështu që thotë Allah subhanahu wa taala këta besimtarë i forcon në jetën e kësaj bote, kur atyre ju shfaqen ose ballafaqohen me fitnë të ndryshme. Qoftë në zbatimin e urdhave të Allahut apo në largimin prej ndalesave të Allahut, qoftë në kur ballafaqohen me fatkeqësi dhe musibete. Prandaj thotë Allahu subhanahu wa taala i forcon ata duke ju dhënë sukses që mi kry urdhat e Allahut edhe mu largu prej ndalesave të Allahut subhanahu wa taala, ndalesa pra që i kërkon nefsi, shpirti i njeriu që është i prirur, po që i dëshiron këto ndalesa. Allahu subhanahu wa taala po inspiron dhe jep sukses që me heq dorë dhe mu largu prej këtyre ndalesave. Po gjithashtu thotë edhe kur ndodhin fatkeqësitë, kur ndodhin sprovat, të cilat i urrejnë njeriu, pra njeriu me natyrën e tij nuk don që mi ndodh pra sprova dhe fatkeqësi, Allah subhanahu wa taala thotë i inspiron ata, i jep sukses që me qëndru të fortë, stabil para këtyre fatkeqësive. Po ose duke u treguar të durueshëm përballë fatkeqësive, ose po Allahu i jep sukses që mu ngrit nivel më të lartë me qenë të kënaqur me këto sprova dhe me këto fatkeqësi, ose nivel edhe më të lartë po që me falendëruar Allahun subhanahu wa taala dhe me qenë mirënjohës për këto sprova. Prandaj thotë Allahu subhanahu wa taala, pra zbret te ta ndihmë ose ndihmës prej tij, që njerëz pastaj atë këta pra besimtarët e mirë me pas mundësi që me zbatu ato që kërkohet prej tyre përballë këtyre situatave. Dhe kështu pra thotë ata arrin që sa më lart pas stabilitet dhe qëndrueshmëri në fe gjatë jetës së tyre, po gjithashtu në momentet e vdekjes edhe në varr pa kur merren pyetje prej dy melekëve. Gjithashtu thotë njeriu i cili e zbaton edhe e praktikon atë me cilën është urdhëruar pe Allahu subhanahu wa taala, thotë i ktilli vazhdimisht pra e ushtron e stërvit veten e tij që mi kry urdhat fetar derisa të mësohet me to. Pa derisa të ambientohet me to. Madje jo vetëm që mësohet me to mirë, po edhe përmallohet për urdhat fetar. Po e kap malli që kur po vjen koha që sa më shpejt mi zbatu urdhat e Allahut subhanahu wa taala. Po gjithë ato urdha fetare të tjera që janë ngjashme me to. Prandaj thotë kjo është pastaj si ndihmës për të që ai me qëndru i fort në kryen e adhurimeve, po me qëndru stabil edhe i palohatshëm. Rezultati i tretë, po që Allah po përmend këto ajete që vjen po si fryt kur njeriu punon me këshillat e Allahut subhanahu wa taala, është Allah po thotë wa idha la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Dhe ne pastaj padyshim atyre do t'i japim një shpërblim të madh. Po Allah do t'i japë shpërblime të mëdha në këtë botë dhe në botën tjetër. Po shpërblimi në këtë botë është Allahu do t'i japë atyre pra qetësi, prehje në zemrën e tyre dhe në shpirtin e tyre. Po gjithashtu edhe të mira në trupin e tyre, në shëndetin e tyre. Dhe gjithashtu pra në botën tjetër Allah subhanahu wa taala do t'i japë shpërblime të mëdha, siç e dim pra shpërblimet edhe kënaqësitë e përhershme dhe të amshueshme në botën tjetër, për cilat Allah subhanahu wa taala ka treguar në hadithin kutsi që shpërblimet që ka përgatitur për besimtarën e xhenet është shpërblim që asnjë sy s'e ka pa kurrë, asnjë vesh nuk ka dëgjuar për to kurrë, dhe asnjë mendje po nuk mundet me i paraftyru ato. Dhe rezultati i katërt është që Allah po thotë i udhëzon në rrugën e drejtë. Kjo është përgjithësim pas veçimit, nga se gjithë ato që i përmendëm më lart janë për udhëzimin në rrugën e drejtë. Mirë po Allah për më tregu pozitën e lartë që ka udhëzimin në rrugën e drejtë, pra nderin pozitën e lartë që ka udhëzimin në rrugën e drejtë, Allah po e veçon këto. Po përmend pra që Allah do t'i udhëzojë ata edhe në rrugën e drejtë. Për faktin se udhëzimi në rrugën e drejtë përfshin pra diturinë që ka njeriu për të vërtetën, dashurinë që ka ndaj kësaj të vërtete. Po gjithashtu edhe që do të kësaj të vërtetë jep përparësi para çdo gjëje tjetër. Po punon me të
edhe jep përparësi para çdo gjëje tjetër. Dhe po ashtu arsyeja pse Allahu po përmend udhëzimin në rrugën e drejtë është se lumturia dhe shpëtimi i njeriu kurzohet me udhëzimin në këtë rrugë të drejtë. Prandaj kushdo që udhëzohet në rrugën e drejtë, këtë person Allahu subhanahu wa taala, pra që është më lart i ka dhënë sukses dhe ka inspiruar drejt çdo mirësie, drejt çdo hajri dhe gjithashtu prej tij e ka larguar çdo sharr dhe çdo dëm. Kto përfundon tefsiri i këtij dietare në lidhje me këto ajete. Dhe pastaj Allahu subhanahu wa taala në Kur'an ka përmendur se ata që përfitojnë prej këshillave të Kur'anit janë të devotshmit. Po vetëm të devotshmit përfitojnë prej këshillave që Allahu subhanahu wa taala i ka zbritur në Kur'an. Po çështë po më lart surën Ali Imran, Allah tha hadha bayanu linnas. Ky Kur'an është ose ajetet e Kur'anit janë sqaruese për njerëz. Mirë po për të devotshëm thotë janë wahuda wa mau'izatan lil muttaqin. Për të devotshëm janë udhërrëfyse dhe këshilla, kujtesa për të devotshëm. Po ashtu e po në surën Nur thotë walakat anzalna ilaykum ayatin mubayyinat. Vërtet te ju kemi zbrit ajete sqaruese. Wa mathalan min alladhina khalu min qablikum. Dhe shembuj të popujve që kanë kaluar para jush. Wa mau'izatan lil muttaqin. Janë këshilla për të devotshmit. Pra të devotshmit, arsyeja pse të devotshmit përfitojnë për këshillat e Kuranit është se ata pra përfitojnë janë të vetmit të cilët përfitojnë në mënyrën më të mirë kur i lexojnë për këshillat e Allahut subhanahu wa taala në Kur'an, meditojnë rreth tyre dhe përfitojnë në mënyrën më të mirë prej tyre, edhe këto këshilla pastaj i udhëzojnë ata drejt shtegut apo drejt rrugës së mirësisë, hajrit edhe udhëzimit. Dhe gjithashtu i frenojnë edhe i largojnë prej rrugës së devimit, humbjes edhe prishjes. Ndërsa për të jo të devotshmit, Allah subhanahu wa taala po thotë se Kurani është vetëm sqarim për ta. Po në kuptimin që Allah subhanahu wa taala kur e ka zbrit këtë Kur'an si sqarim për njerëz përgjithësi, pa ka zbrit që me ngrit argumentin kundër tyre. Por këta mos më pas justifikim kur dalin para Allah subhanahu wa taala në ditën e Kiametit. Pra Allah thotë se është sqarim për njerëzit. Pra nuk ka mbet asgjë pas sqaruar. Prandaj kushdo që devion ose shkatërrohet, devion duke pas argumente, duke qenë e sqaruar rruga drejt për të. Dhe Sheikhul Islam Ibn Taymija Allahu shoqët kur flet për ajetet e para surës Bakara, Allah thotë Alif Lam Mim zalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin. Kjo është libër në cilin nuk ka dyshim dhe që është udhërrëfys për të devotshmit. Thotë në këtë ajet kemi një vërejtje të hollë, një kuptim të hollë, që e largon një dilemë që shumë njerëz mundet me keq kuptu. E kjo është se nuk është pikë kushtit të njeriu besimtarit që është i devotshëm që të jetë i ktill, po pi besimtarët e devotshëm para se me dëgju Kur'anin apo me lexu Kur'anin. Por arsye se thotë kjo fillimisht është e pamundur më ndodh. Po nuk mund njeriu me qenë besimtar i devotshëm përderisa nuk dëgjon diçka prej Kur'anit. Për këtë arsye Allah po thotë është udhërrëfys për të devotshëm. E dyta thotë është se kushti që u përmend këtu patjetër do të jetë pra të shkojë së bashku me të kushzuarën. Po udhërrëfys për të devotshëm patjetër do të me këto dy gjëra mos mundon me shku krahas njëra tjetrës. Dhe nuk është pra obligim ose detyrë që është tham kushti me paraprit një kohë të gjatë rezultatet ose të kushzuarës. Thot njëjtë është sikur e kemi kushtin e namazit, pra kthimi ka kibla. Po njeriu kur të kthehet ka kibla më një herë hin namaz, por nuk e paraprin praktikimin ose zbatimin i këtij kushti, namazet nuk i paraprin namazet për një kohë të gjatë. Mirë herë kur kthehet ka kibla, hin namaz dhe pastaj ky kusht do të më shoqëru gjatë namazit. Dhe e treta thotë është se qëllimi me këto ajet është mu bë qarta dy gjëra. E para është se përfitimi me këtë Kur'an ose prej këtij Kur'ani, që po përmend Allah subhanahu wa taala në ajetet më lartë që lexuam, po përfitimi përmes pra duke udhëzuar me këshillat e tij, po duke udhëzuar përmes tij, duke i pranuar këshillat e tij, duke e fituar mëshirën e Allahut përmes tij, po edhe pse thotë to ketë vinë si rezultat i përfitimit pi Kur'anit, mirë po thotë to patjetër këto ajete po na shpjegojnë ose po na sqarojnë që ai i cili vepron këtë rast do të më qenë edhe që i pranon këto këshilla dhe këto mësime prej Kur'anit. Por arsye se thotë fjalët nuk kanë ndikim të tjerët, po kjo është do të më qenë pra një gjë që do të më pas parasysh secili prej nesh. Po fjalët tona nuk mundën me pas ndikim të tjerët përderisa në vetë na nuk i pranojmë çato këshilla, pra përderisa na vetë nuk punojmë me ato këshilla. Edhe pse thotë njeriu mund të më qenë mbi atyre që i udhëzon njerëz, i këshillon,
po gjithashtu tregohet i mëshirshëm me ta, ose bëhet shkak që ata me fitu mëshirën e Allahut, mirë po nëse vet nuk i pranon këto këshilla, nuk punon me to, fjalët e tij nuk bojnë dobi. Thotë kjo është thotë situata me çdo fjalë ose çdo të folur. Çështja e dytë thotë që është për qëllim këto të sqarohet se të udhëzuarit janë ata të cilët pra janë besimtarë të devotshëm. Prandaj për kësaj thotë ne arrijmë me argumentu që kushdo që nuk udhëzohet përmes Kuranit, ai nuk ka iman dhe nuk ka devotshmëri. Ose domthoni iman dhe devotshmëria ti është shumë në një nivel shumë të ulët. Prandaj thotë këshilla nuk bën dobi, përveç se nëse këtë këshillë e jep ai që e beson Allahun, edhe ka frikë Allahut subhanahu wa taala, edhe gjithashtu edhe ka shpresë te Allahu. Po bën bashkë mes frikës edhe shpresës. Po i tilli pastaj këshillat e tij bojnë dobi të tjera. Siç thot Allahu, inna fi dhalika la ayatan liman khafa adhab al-akhirah. Do thot në këtë Kur'an ose në këto këshilla të Kur'anit ka prova dhe dëshmi për çdo kon i cili friksohet dënimit botës tjetër. Po ashtu Allah thot se yadhakkaru man yakhsha. Do të kujtohet edhe do të këshillohet ai që ka frikë Allahut subhanahu, që ka dro Allahun. Innama anta mundhiru man yakhshaha. Ti vetëm paralajmërues edhe këshillues për atë i cili friksohet kiametit, ditës gjykimit. Po ashtu thot fadhakkir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Këshilloj ata, kujtoj ata me Kur'an çdo kon i cili e ka frikë kërcënimet e mia. Pra këshilla i bën dobi që thon vetëm atij që beson Allahun edhe e ka frikë Allahun edhe ma shpresë te Allahu subhanahu wa taala. Për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala na ka treguar në Kur'an që fazat apo shkallët e davetit dallojnë në varësi të personave që ju drejtohet ky davet. Për tyre ka që i përgjigjet thirrjes më një herë, po nuk kundërshton, nuk është arrogant, nuk është kokfort. Prandaj kjo domthon ftohet ose thirret në rrugën e Allahut subhanahu wa taala përmes urtësisë. Ka prej tyre që e pranojnë pra davetin thirrjen, mirë po të ata ekziston një lloj shkujdesi, një lloj gafleti, një lloj zvarritje ose shtyrje e punëve të mira. Edhe këta pastaj kanë nevojë që thirren ose të bëhen davet pra të ftohen te Allahu subhanahu wa taala me këshilla të mira. E këshillat e mira pra janë urdhnat me urdhnu mi ndalu, po mirënu për të mirë me ndalu nga keqja kështu më radh. Mirë po gjitha këto këshilla do të jenë të shoqëruara me inkurajim dhe dekurajim. E prej tyre ka të cilët janë kokfort, po janë mohues, arrogant, kokfort, të cilët domethënë refuzojnë ose nuk e pranojnë vërtetën, këta do të që me ta të diskutojnë në mënyrën më të mirë. Këto nivelet e davetit Allah subhanahu wa taala përmend në surën Nahl në ajetin 125, thot ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Thirr në rrugën e Zotit ton me urtësi, me këshill të mirë, po kjo lidhet me temën tonë, me këshilla të mira, edhe diskuto me ta në mënyrën më të mirë. Ibn al-Qayyim Allahu më shoft kur flet rreth këtij ajeti thotë se Allah subhanahu wa taala po i përmend po në këtë ajet që thamë lart ato shkallat apo nivelet e davetit, apo tregon se janë 3. Po që është thamë lart pavarësisht gjendjes së atij që e thirr apo i bën davet në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Thotë i pari është ai i cili e pranon të vërtetën, e dëshiron të vërtetën, e don të vërtetën. Edhe kur e njeh të vërtetën, pra i jep përparësi për çdo gjë tjetër. Thotë këta do të me thirr vetëm me urtësi, me mençuri. Nuk ka nevojë domthon për këshilla, nuk ka nevojë për diskutime, polemik me të. Edhe debate kështu më radh. I dytë thotë është ai i cili ju ka shmangë të vërtetës, është larg të vërtetës. Pra është i prekupuar me gjërat që janë kundërtën e të vërtetës. Mirë po i tilli thotë nëse njoftohet me të vërtetën, nëse dikush e njofton me të vërtetën, po ja mëson të vërtetën, thotë e kupton të vërtetën edhe e pranon ato, e pason edhe i jep përparësi çfarë para çdo gjëje tjetër. Kjo thotë ka nevojë pasaj që përveç urtësisë që e përdorim gjatë davetit të tij, thirrjes së tij do të edhe më dhon edhe këshilla. Që është tham me inkuraju, me dekuraju kështu më radh. Edhe i treti, po që është e përmend këtu Ibn al-Qayyim thotë është ai që është kokfor, kundërshtues. Këto pra shepon për ajetet do të me ftu ose me thirr rruga Allahut përmes mënyrave ose metodave më të mira. Dhe vërtet pra zemrat e njerëzve kanë nevojë për kësi këshilla të mira. Kanë nevojë për kësi predikime të buta, të cilat i zgjojnë to zemra, edhe ripërtrin imanin
në këto zemra, si dhe e largojnë për këtyre zemrave pra gafletën, shkujdesin edhe mosbindjen. Dhe që është e pa më larë pra këshilluesi, pra ndikimi i këshilluesit në zemrat e njerëzve është shumë i madh, edhe dobia, po ndikimi është shumë i fortë edhe dobia është shumë e madhe. Mirë po me kusht që Allah subhanahu wa taala më furnizu këtë këshillues me ikhlas, me sinqeritet, pra që këshillat më dhon për hir të Allahut, edhe gjithashtu këshilla më dhon që tham deri tash mënyrën në formën më të mirë dhe më të bukur. Dhe që ai vetëm me qenë i cili ju paraprin tjerëve drejt hajrit dhe mirësisë, pra me qenë i pari i cili punon me ato këshilla. Po është me qenë i pari i cili punon me ato këshilla drejt cilave ose me ato gjëra drejt cilave i fton edhe i bën dave të tjerëve. Ndërsa ai i cili nuk përfiton prej dijes së tij, atë zemrat e njerëzve nuk e pranojnë këshillën e tij. Nëse dikush nuk punon me dijen e tij, nuk përfiton, zemrat nuk e pranojnë këshillën e tij. Nga se pra shpirtat e njerëzve, siç ka thënë Ibn Qayyim Allahu shoft, janë të brumosura, janë të krijuara që mos me përfitu për fjalët e atij që nuk punon me dijen e tij, që nuk përfiton për dijes së tij. Thotë i tillë është sikur një mjek i cili pra ka ardhur një smutaj, që ka një lloj smundje dhe ja përshkruan ilaçin. Smundja me cilën vetë mjeku është i sprovuar, mirë po thotë mjeku nuk e merr këtë ilaç për vete. Tonel në dohon është indiferent ose dohon e ignoron këtë ilaç për vete, nuk e merr, po sa mundet pasaj këshilla këtij mjekut me pas dobi të kë pacient. Po përderisa ai vetë nuk e merr ilaçin për vete, atëherë pacienti nuk e merr pra ilaçin që ja përshkruan mjeku. Prandaj prej dhuntive dhe mirësive nimeteve të Allahut që ja ka dhënë robët besimtar është në zemrën e çdo besimtari Allah ka caktuar një këshillues, i cili e çorton edhe e këshillon besimtarin, po e largon prej rrugës së gafletit, shkujdesës, edhe prej rrugës së devimit. Kjo përmend hadithin që transmetohet Imam Ahmedi, dhe është hadith autentik, prej Nawas ibn Sam'anit el-Ansariut radhiyallahu anhu, i cili tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Daraballahu mathalan siratan mustaqiman." Allah ka sjell një shembull për rrugën e drejtë. Ala janbay sirat suran. Në dy anët të rrugës janë dy mure të larta. Fihima abwabun mufattahatun. Në këto dy mure thot ka dyert hapura. Ala al-abwabi suturun murkhat. Edhe në këto dyert hapura thot janë të lëshuara disa perde. Po nuk ka dyrë kështu që hapen, mirë po mbi to janë lëshuara perdet. وعلى باب الصراط داع يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا. Thotë edhe në fillim të kësaj rruge, thotë është një thërës, i cili thret njerëz dhe thotë: "O ju njerëz, hyni në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, në rrugën drejt Allahut. Edhe mos u largoni prej kësaj rruge. Po mos shkoni anash djathtë asmajt, mirë po hyni në këtë rrugë. Wa da'in yaqulu min fawqi as-sirat." Dhe është thotë një thërës i cili është atje në mes të rrugës. فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. Kur njeriu thotë dëshiron me hap njërin prej këtyre perdave, që ky thirrse që është mes rrugës, i thotë mirë për ty, mos e hap atë perdën. Qase nëse e hap, ke mu fut në to, ke me hyrë në para derën aty. Pastaj thotë pejgamberi se mes çaron krejto, thotë as-siratul islam. Kjo rruga e drejtë është Islami, feja Islam. Wasurani hududullah. Këto dy muret janë kufit e Allahut që i ka vendosur. Wal abwabul mufattahatu maharimullah. Kurse këto dyert të hapura, këto dyert të hapura që janë këto dy mure, thotë këto janë ndalesat e Allahut, harame që i ka ndaluar Allah subhanahu wa taala. Wa dhalika da'i ala ra's as-sirat kitabullah. Kurse ai thirrse që është fillim të rrugës është libri i Allahut, Kurani. Wa da'i min fawqi as-sirat wa'idullah fi qalbi kulli muslim. Kurse ai thirrse që është mes rrugës, thotë është këshilluesi i Allahut, pra prej Allahut, që ka vendosur në zemrën e çdo muslimani. Dhe shehul Islami Ibn Taymiyyah Allahu shumë të kuflat për këtë hadith, thotë që ky hadith madhështor, thotë i cili është hadith që kushdo që e mëson këtë hadith, mediton rreth tij, thotë përfiton përfitime të shumta për këtë hadithi. Nëse kuptohet, Allah ndihmon përmes suksesit dhe inspirimit prej tij. Thotë kush e kupton këtë hadith edhe domthonë e mëson mirë, thotë nuk ka nevojë për shumë dituri tjera. Po ky hadith madhështor thotë në sqaron se në zemrën e çdo besimtar është një këshillues. Dhe këshilla është edhe më lart për vetë fjalës së Islamit, e kuptuam që janë urdhat edhe ndalesat. Po më urnu edhe më ndalu, po më urnu për të mirë më ndalu nga keqja. Si edhe inkurajimi edhe dekurajimi. Prandaj thotë
Nëse zemra e njeriut është e mbushur me devotshmëri, me takvallak, atëherë thot, kësaj zemre do t'i zbulon çështjet, pra do t'i ka të qarta dhe dukshme çështjet e fesë. Nëse ndriçohet kjo zemër me dritën e devotshmërisë. Po kur zemra është e mbushur me devotshmëri, atëherë drita e devotshmërisë e bën që ai më pas qarta çështjet, me di çka është halal, çka është haram, me qenë dukshme. Bi khilafi al-qalb al-kharab al-mudlim, për dallim thot për zemrës që është e rrënuar edhe e rrësuar, po që nuk ka devotshmëri në të. Thot kjo zemër nuk i ka të qarta çështjet e fesë, po i ka ngatruar, ka se ka errësirë në të. Prandaj këto e sjell si argument për këto e therin pe Hudhaifa ibn Yamanit radhiyallahu anhu, i cili thot inna fi qalbi al-mu'mini sirajan yazharu, vërtet në zemrën e besimtarit është një kandil i cili vazhdimisht shkëlqen. Po është që kandili i devotshmërisë, frikës ndaj Allahut subhanahu wa taala. Prandaj ne në fund lutim Allahun subhanahu wa taala që na i përmirësoj zemrat tona, na ndriçoj pra shpirtat tonë, na jep dituri, edhe të na lësoj neve pa rrugët e hajrit dhe Allah subhanahu wa taala dhe më mirë. Allahu a'lam, Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.